mbi të gjithë. Përballë një bote të trezuar për shkak të luftrave, të cilat kanë sjellë pasoja ekonomike edhe në vendin ton, kleri katolik organizoi udhën e Kryqit në Laç. Ritualit fetar, i cili u drejtua nga arqipeshkvi dioqezës Tiranë-Durrës, Arjan Dodaj, ju bashkuan 10 besimtar, të cilët drejt kishës së Shnanout, përmes 14 ndalesave u përkujtuan mundimet e Jezu Krishtit. Duke ju referuar rritjes së çmimeve në mesazhin e tij, arqipeshkvi Arjan Dodaj kërkoi që të mos abuzohet me të mirat që Zoti na ka besuar, pasi sipas tij të gjithë jemi kalimtar në këtë jetë. Para syve tanë e para syve të mbar njerëzimit, përvoja që më shumë e shënon këtë kohë është një përvojë negative, errësire, varfërie, mjerimi. Shohim jo vetëm luftet, por shohim dhe efektet dhe pasojat e saj. Papa Leoni para ca javësh thonte që të bësh luftën nuk është të luash, aty janë jetë njerëzish. Por këtë e shohim dhe në efektet që përcjell në ekonominë e shumë shteteve, në varfërinë që akoma më shumë theksohet, në çmimet që rriten më shumë edhe për abuzimin dhe manipulimin e atyreve që kanë monopolin e disa pasurive të vendore. E kështu që Ulla e Kryqit do të jetë dëshiron të jetë një qels në errësirë, pra një qels jete, që i thret ndërgjegjes për mos me abuzu me të mirat që Zoti na ka besu. Pasi arqipeshkvi Dodaj u ndal edhe tek situata e vështirë që po kalon Shqipëria, duke theksuar fenomenin e shpopullimit masiv për shkak të humbjes së shpresës. Ai u shpreh se fjalët dhe faktet nuk po prekin më askënd, edhe se vetmja shpresë mbetet te Zoti, të cilit i drejton lutjet e tij. Më shumë se fola u luta, sepse të folurit sot ka pësuar një inflaksion. Fjalët nuk prekin më kërkënd. Jo vetëm fjalët, por edhe faktet. Të mos shofësh më të ri në shumë zona të Shqipërisë, të mos shofësh më të ri të angazhuar në jetën reale të shoqërisë sonë, o zëvendësimin e tyre me shumë persona që vinë nga vende tjera që janë mirë se ardhur, por në Shqipëri ka vend për gjithë. Të mos shofësh pikërisht që brezat e ri shqiptar ta trashëgojnë tokën e tyre të bekuar, të shenjtë. Dëgjoj lutjen tonë, dëgjoj lutjen e nënave që nuk kanë fëmijë të shtëpitë e tyre, të baballarëve që nuk ndjehen më të mbështetur nga brezat e ri, të një shoqërie që është u mbushur me gjyshër, e Zoti bekoft, por jo më me nipër, sepse kemi edhe një dimër të jashtëzakonshëm demografik, që Zoti me të vërtet bekoj familjet shqiptare të kenë kurajën të ecin përpara pavarësisht sfidave dhe sprovave. Pas udhës së Kryqit, arqipeshkvi Arjan Dodaj mbajti një mesh të shenjtë pranë kishës së Shnanout, ku morën pjesë qindra besimtar. E bekuar je mbi